Përshëndetje të shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për problemet e kreditimit të bujqësisë. Bujqësia ngjelet një ndër sektorët më të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, por njëkohësisht një ndër sektorët me aksesin më të vështirë në kreditim. Për të folur rreth kësaj çështje kemi të ftuar në podcastin ton zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Rapaj, në fillim të këtij viti u prezantuan dy nisma të rëndësishme për mbështetjen me hua të biznesit vogël dhe të mesëm, me fokus të veçantë sidomos te bujqësia, të paktën artikulimin e institucioneve. Pra, një linjë financimi me çmim preferencial e mundësuar nga Banka e Shqipërisë dhe një fond garancie i ofruar nga qeveria shqiptare. Nga informacioni që keni deri tani, sa kanë funksionuar këta mekanizma për të ndihmuar kreditimin e bujqësisë? Po, për të përgjigjer kësaj pyetje, shumë e rëndësishme të shohim sa ne kemi mundësi të disbursojmë dhe sa kanë fermerët mundësi për të disbursuar këto fonde, dhe mandej shkojmë tek përgjigjja e pyetjes suaj. Problemi i parë dhe i rëndësishëm është që fermerët nuk kanë mundësi për të disbursuar. Nuk kanë mundësi për shumë arsye. Arsyeja e parë është që ata janë fermerë individual. Në të tërë gamën e fermerëve tanë, të regjistruar fillimisht 354.000, vetëm 100.000 janë me NIPT, ose 28%. 72% janë pa asnjë dokument dhe punojnë vetëm për vete, ose për blegtorin e tyre, dhe ju mbetet një sasi për treg, këtyre 72%. Duke pas parasysh që individualisht marrja e kredis, marrja e financimit, marrja e granteve dhe ndihmat e tjera të mundshme përveç ndihmës sociale, kjo kategori nuk përfiton. Pra, gama e atyre që përfitojnë në të tërë sektorin e bujqësisë është vetëm 28%. Ky numër i vogël, që është rreth 100.000, nuk mund të disbursoj fonde të pa mat ose të aq të nevojshme sa atyre ju duhen, sa sektorit i duhen, ose sa aseteve prodhuese që ne kemi i duhen për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Nisur nga ky fakt, 78% e totalit të subjekteve individuale kanë 78% të tokës. Duke pas 78% të tokës, ata vendosin sa do punojnë tokën, sa do e lënë atë djerë dhe sa do marrin prej saj. Këtu vim te treguesi i parë, i rëndësishëm, që nga 1.000 hektar tokë, Shqipëria nuk i kalon 1 milion euro, kur Izraeli nga 1.000 hektar tokë merr 5 deri në 6 milion euro. Pra, kjo tregon çfarë strukture kemi ne për të disbursuar fonde dhe për të thithur kredin që edhe burimet e financimit që jepen. Kjo është e para dhe shumë e rëndësishme që duhet rregulluar. 28% janë subjekte që janë të konsoliduar, që përfitojnë nga grandet, përfitojnë nga kredit dhe nga subvencionet e tjera që i jepen këtij sektori. Por dhe këta kanë probleme. Edhe ky 28% që ka probleme. Kemi folur për këto dhe problemi i parë është që deri në momentet e fundit, para një viti maksimumi, burimet e financimit kanë qenë të reduktuara, të limituara. Edhe ky nuk kishte burime financimi sipas që ti merrte këto sipas kushteve. Dhe më vonë, ajo çka ju thatë që Banka e Shqipërisë aplikoi një shumë të madhe prej 250 milion eurosh, dhe një pjesë mirë thotë që ne kemi dedikuar për bujqësinë me interes 2% në vit, dhe shteti për të plotësuar disa deficite që ka lidhur me regjistrimin e pronave dhe verifikimin e tyre, vlerësimin e tyre, vuri një fond prej 30 milion eurosh në dispozicion për ta kompensuar këtë kolateral dhe për të plotësuar kërkesën e bankës për kolateralin. Por nuk duhet të harrojmë që banka nuk ka kërkesë vetëm kolateralin. Banka ka kërkesa të tjera përveç kolateralit, duke filluar që nga menaxhuesit e subjektit që të kërkon kredin, që është e lidhur ngushtë me planin e biznesit, është e lidhur ngushtë me politikën që ajo ka në atë territor, është e lidhur ngushtë pastaj me disa vështirësi që kanë projektet, që kanë ofertat që merren, ndryshimet e mëdha të çmimeve që ndodhin,
janë detaje të cilat ndikojnë tek marrja e financimit. Personalisht jam angazhuar për të parë dhe për të provuar këtë fenomen që ndodhi me 250 milionëshin. Vështirësitë janë pothuajse një lloj. Megjithëse klienti, fermeri, subjekti i agroturizmit i plotëson kriteret në total. Përsëri ai nuk mori 25 milion saq i lejohej, por i dhan vetëm 10 milion. Kjo tregon që banka përsëri, pavarësisht nga këto lloj garancish që janë dhënë, pavarësisht nga këto burime financimi, edhe të Bankës së Shqipërisë, por edhe vetë banka ka, nuk është se bankat nuk kanë fonde, kanë goxha, përsëri po ndeshim të njëjtën situatë. Të njëjtën situatë të vështirë për të disbursuar fondet në kohën e duhur. Ky është elementi i dytë. Edhe nëse arrin që të disbursojë fondet, i duhet një kohë jashtëzakonisht e madhe, me një burokraci shumë të madhe. Dhe kjo vjen për dy arsye. Arsyeja e parë është që bankat e nivelit dytë nuk kanë ekspert për turizmin, për bujqësinë, që duhen ekspert të posaçëm dhe të veçantë. Dhe shpesh herë kur bëjnë vlerësimin e gjithë dokumentacionit, të kthejnë për hiç për mos arsye. Dhe kjo vjen për arsye të mungesës profesionalizmit të tyre. Dhe kjo duhet rregulluar tek bankat e nivelit dytë. E dyta, ka një lloj si thua stepje për të shkuar në bankë nga fermerët. Sepse fermerit mund t'i gjesh arsye në çdo kohë dhe për çdo rast për të mos ia dhënë kredi. Dhe këta e ka merak, e ka frikë. Ka filluar dhe një lloj tërheqje, ka filluar dhe një lloj stepje. Është situata e tillë që ne në disa sektor, bujqësia është sektori i parë i vështirë, blegtoria është akoma një sektor me shumë probleme, duke pas parasysh që nga lejet e ndërtimit për stallat e deri tek studimi i zonave që nuk ka qenë i plot, studimi topografik dhe studimet e tjera që kërkon institucioni që jep lejet. Edhe ky ka qenë dhe vazhdon të mbetet një problem shumë i madh për zonën rurale. Elementi tjetër pasaj është vlerësimi. Vlerësojnë asetet aq pak sa e step secilin nga ata që ta vërë si garanci kolateralin e tij me atë vlerë që ata ja kanë vlerësuar. Dhe ky është një element tjetër që përsëri duhet parë dhe duhet dhe ndikon tek dhënia e kredisë. Pavarësisht nga ky 30 milionësh i kolateralit tani, sepse edhe për këtë përsëri dhe bankat kanë atë hezitimin e tyre. Do i disbursojmë, si do i disbursojmë, si do i marrim, e tjerë me radhë, dhe më saktë qëndrojnë tek ato rehatia e përditshme, sepse të japësh kredi dhe të punosh është një çik më vështirë se sa të mos japësh edhe të rrish. Përgjithsisht situata më e mirë është situata me bujtinat, që kanë një lloj përparësie, që po është me qendrat e grumbullimit, që marrin kredi për sa i përket tregtisë, kredi tregtare. Ndërsa kredia për investime është kredi mjaft e vështirë. Dhe vazhdon të jetë mjaft e vështirë. Pra, me sa më folëm duket që edhe ato mekanizma mbështetëse që janë ofruar këtë vit nuk kanë sjellë një ndryshim thelbësor në ato që janë problemet e kreditimit të bujqësisë. Nga këndvështrimi juaj, çfarë mund të bëhet, si mund të lehtësohet? Është një moment tani, ka kaluar shumë kohë që kur janë premtuar disa nga masat që do të merreshin. U premtua që lejet e ndërtimit të stallave dhe për blegtorin nuk do të jepte më pushteti lokal, por do të kalonin në qendër. S'kan kaluar akoma. Kalimi në qendër do të thotë që të jepen shpejt, sepse ka disa lehtësi qendra për të marrë vendime. Ka më shumë kompetenca dhe ka më shumë hapësirë. E para. E dyta, 30 milionësh shumë pak muaj ka, asnjë muaj, një muaj gjysmë ka që është vënë në dispozicion dhe është bërë efektiv. Aktet nën ligjore që u vendosën për që do duheshin nënshkruar, u vonuan gati 3-4 muaj, 5 muaj mbas promovimit. Sepse ka një diferencë kohe që nga momenti që fillon promovimi dhe deri në momentin që këto bëhen realitet. Po unë mendoj që nëse 30 milionë do jetë efektiv dhe do të ketë kërkesë llogarie për të disbursuar, domethënë, nëse në shkruar një kontratë me Bankën e Shqipërisë, Bankën e nivelit 2 dhe Ministrinë e Financës,
të dy palët besoj kanë edhe në atë kontratë, unë nuk e di se çfarë ka brenda kontrata, po besoj që një kontratë pa sanksione nuk ka, se nuk është më kontratë, është memorandum pastaj. Po nëse kanë shkruar një kontratë ku secili mban përgjegjësi për mos disbursimin, dhe ata që duhet ta disbursojnë mbajnë përgjegjësi, dhe banka apo shteti mban përgjegjësi për mos vënien në dispozicion, unë besoj që do të ketë rezultat. Momenti i dytë është që është premtuar nga kryeministri në Corrik që do të ketë tashmë edhe një mbështetje prej 10% të faturës së mallrave të cilët dorëzojnë apo eksportojnë produsit fermerët shqiptar. Presim të dalë ky vendim, të dalë ky ligj, si do të bëhet, por është burim dhe është instrument shumë i rëndësishëm, sepse do filloj të formalizoj gjithë sektorin. Flasim për formalizimin dhe për mbështetjen e grupimeve. Nuk kemi akoma atë mbështetje ose atë mekanizëm që ta vënë në lëvizje shumë shpejt këtë premtim që është dhënë, sepse nuk është e thjeshtë që përfundimisht ne me hyrjen ose me afrimin drejt BE-s, fondet e BE-s nuk i marrin dot më individët. Nuk i marrin dot as këto institucionet me NIP që kemi ne. 100.000 fermerë nuk përfitojnë asnjë gjë nga ky status që kanë. Ato i merr 75% i marrin organizatat prodhuese, 25% i merr për investime. Kur ne investime kemi nevojë më shumë për investime, sepse bota i ka investimet prej vitesh dhe ka konsoliduar tokën, ndërsa ne akoma jemi në situatë të pakonsoliduar. Kështu që në këtë situatë që jemi, ne do të mendojmë fort dhe shumë shpejt për të zgjidhur problemin në organizatave prodhuese, e njësive prodhuese, dhe të financojmë këto. Po sot fermeri me NIPT nuk përfiton nga fondet e Bashkimit Evropian, as nga IPARD-i, dyshi, as nga IPARD treshi, as nga fondet tipa. Sepse ata nuk e quajnë, nuk e njohin si element, si letër zyrtare, po ta quaj, ose si akt nënligjor apo diçka të tillë. Siç njohin SHPB-n apo siç njohin SHAN-et, grupi vendor veprimit apo të tjera. Kështu që nga kjo pikpamje janë këto vështirësi, ersuin që e pengojnë dhe krijojnë këtë ngërç që ne nuk mundet të themi që kjo punë mori zgjidhje. Por një gjë duhet të pranuar që burimi prej 250 milion, influenca që Banka e Shqipërisë po bën tek bankat e nivelit 2, se influencon në farë mënyrë me politikat e saj. 30 milion shi garancisë sovrane për kolateral. 20 milion shi euro investimeve që është dhënë vitin e kaluar dhe vazhdon edhe këtë vit. Një burim tjetër që mbështet investimet në sektor në 4 fusha kryesore, është po ashtu. 52 milion shi i skemës kombëtare është përsëri një burim tjetër, plus 146 milion shi i partnership. Pra, duke pas parasysh të gjitha këto burime, ne kemi mundësinë që të zgjidhim një sër problemesh të prapambetura ose t'i afrohemi dhe të tejkalojmë nivelin minimal të mbështetjes së këtij sektori me këto burime. Ne mund të në të kundërt do të kemi pastaj të njëjtën situatë, bujqësia do qëndrojë tek situata ku është 1%, minus 1% e tjera me radhë, por kjo nuk është kapaciteti jonë. Siç e thatë edhe ju, mbështetja për sektorin e bujqësisë është e rëndësishme në çdo vend praktikisht, por sidomos për Shqipërinë, për kushtet ku ndodhet bujqësia jonë. Ne jemi në kushtet që aktualisht bujqësia mbështetet me fonde, me subvencione, vetëm nga burimet e brendshme buxhetore, ndërkohë që ka një ngrirje të mbështetjes nga programet e Bashkimit Evropian. Nga informacioni që keni, cila është situata, apo themi në procesin eventual të zhbllokimit të mbështetjes së BE-s me subvencione për bujqësinë? Por në momentin që ngrin fondet, filloi një proces transparence lidhur me disbursimin e fondeve të IPARD dyshit, dhe kjo fillimisht filloi me kontrollet e OLAF-it, me kontrollet e brendshme që bën vetë institucionet tona, me një kontroll të specializuar nga një kompani e huaj që auditoi gjithë sektorin, me kontrollet që u realizohen nga Ministria e Financës dhe nga
institucionet e tjera shtetërore, dhe të gjitha këto kontrole përfundimisht kanë përfunduar. Kanë dhënë dhe konkluzionet e tyre, kanë dhënë dhe masat përkatëse. Është bërë dhe një program shtesë për transparencën, për disbursimin e këtyre fondeve. Njëkohësisht janë shtuar dhe disa masa të tjera lidhur me garancinë që duhen plotësuar për të realizuar këto fonde. Jo se këto fonde nuk kanë pasur përpara burokraci, por shtuan dhe ca të tjera lidhur me këtë situatë që ne po kalojmë. Mendimi im është që fondet e IPARD-it janë më se të domosdoshme. Pa ato fonde, ne nuk lëvizim dot në territorin në rajon, për arsye sepse rajoni po i disburson ato fonde, dhe duke pasur këto fondet grant të IPARD-it, kostot e tyre janë më të lira se sa tonat, kështu që ne bllokohemi si në rajon edhe më gjerë. Prandaj është e domosdoshme që këto institucione që kanë tashmë detyrime për të shlyer ndaj BE-s, ndaj DG Agrit, është mirë të shpejtojnë sa më shumë që t'jetë e mundur. Perceptimi im dhe mendimi im është që këto fonde do hapen. Nuk është se ne kemi një praktikë të tillë që të mos e lejojmë nga pikpamja teorike dhe nga sa e njohun procesin, që të mos lejohet të hapja këtyre fondeve. Këto fonde do të hapen, por problemi është kur do të hapen. Dhe sa më shpejt, aq më mirë do të jetë për fermerët, aq më mirë do të jetë edhe për vendin tonë, aq më mirë do të jetë edhe për këtë sektor jetik, që përfundimisht, nëse nuk do të marri financimin, ne do të përpëritemi këtu ose do të zbresim më poshtë, pavarësisht nga këto injeksionet që bëhen për këto bulime fonde që unë përmenda, sepse IPARD-i është tjetër gjë, ka tjetër koncept, ka tjetër mbështetje dhe ka tjetër frym. Dhe në këtë pikpamje fondet që vijnë nga IPARD-i kanë më shumë influencë pozitive se sa fondet që merren nga banka. Sepse fondet që merren nga banka kanë kontroll dhe nuk kanë, por fondet që merren nga IPARD-i për 5 vjet kanë kontroll të vazhdueshëm nga institucionet që i japin, si nga vendi jonë edhe nga Brukseli. Do të rave për të komentuar shkurtimisht ecurinë e sektorit bujqësisë në vitet e fundit. Të dhënat e Instat tregojnë një rënje të PBB-s në këtë sektor prej disa tremujorësh radhazi. Në këndvështrimin tuaj, cilit janë faktorët kryesor që po sjellin këtë turrje të vazhdueshme të prodhimit të sektorit bujqësor në vend? Ne shikojmë nga pikpamja ekonomike, po ta shikosh si ekonomist, ta krahasosh këtë shifër me shifrën që ka qenë, është e lidhur ngushtë në radhë të parë me forcimin e sektorëve të tjerë. Është forcuar turizmi, janë forcuar shërbimet, është konsoliduar ndërtimi, dhe këto kanë bërë që në total bujqësia të zbres nga shifrat që ne kemi pasur 20% apo 21% dikur. Kjo është e para. E dyta është fakti që ne bujqësinë nuk e ka menduar asnjëherë si sektor prioritar, por pa dashjen e kujdo që zhvillon sektor nga pikpamja makro, bujqësia në Shqipëri do të mbetet sektor prioritar. Nuk e rekomandojnë shumë nga këshilltarët e huaj që ne të fokusohemi tek bujqësia, por ne për vetë specifikat që kemi, për kushtet klimatike që kemi, për një kimizim të ulët që kemi të tokës, për një përdorim të vogël ose të pak për një sitë sipërfaqes të insekticideve dhe pesticideve, për arsye të ujit që kemi të pastër dhe gjithëvjetor dhe të klimës, ne kemi mundësinë që nga 1000 hektar tokë ne të marrim edhe 3 apo 4 herë më shumë të ardhur se ç'marrim sot. Dhe kjo është rezervë shumë e madhe. Elementi i dytë pastaj që bujqësia nuk u zhvillua ashtu siç duhet, por kur flasim bujqësinë janë përfshirë brenda blegtoria, peshkimi, etj, agrobiznesi, agroprodhimi. Po shiko sektor pas sektori, nuk kanë të njëjtën luhatje. Ka rënje blegtoria, nuk ka rënjen që mendoj peshkimi, po ka rritje, duke krahasuar me të kaluarën. Flas këtu sidomos për punimi i peshkut dhe eksporti i tij. Ka rritje eksporti në tërësinë e vet dhe nga viti në vit, pavarësisht se bujqësia ka rënje nga viti në vit, eksporti ka rritje nga viti në vit.
Dhe kjo është e lidhur ngushtë me investimet që u bën me qendrat e grumbullimit. Dhe për ta konkretizuar, përpara se të fillonin investimet për qendrat e grumbullimit kanë qenë vetëm 13 qendra. Sot janë mbi 270 qendra efektive. Janë më shumë si numër, si inventar, por janë mbi 270 qendra efektive. Dhe këtu disbursuan rreth 30 milionë euro për sa i përket qendrave të grumbullimit. Pra, kjo tregon që në ato sektor ku nuk u investua te blegtoria. Bile unën vlerësua ose më saktë u përdorën shifra të pa qenë. Kur ne informonim e thoshim që blegtoria po zbret si numër krerësh, fermat po reduktohen si numër në tërësi, thoshin sipas sistemit rruda ne i kemi në rregull, i kishin aty baktit, por faktikisht baktit ose shkonin në thertore për të ashtu ose azgjësoheshin në forma të tjera të artizanale për t'u shërbyer turizmit. Dhe hopi që dha turizmi në vitet e para na dha goditjen tek blegtoria. Shumë nga fermat i therrën baktit për mish, baktit për qumësht, baktit që ishin për shumëzim, i therrën për mish për shumë arsye. Nuk kishin ushqim, nuk kishin kullot, dhe kjo bëri që një pjesë e mirë e blegtorisë të reduktohet dhe sot kemi këtë numër. Por për mendimin tim numri nuk është shumë i rëndësishëm është prodhimi. Ne në radhë prodhimi. Po për fat të keq, unë vrej që prodhimi bie, numri i krerëve bie, ndërsa sipërfaqja e foragjereve është po ajo që është. Po si mund të shpëtohet në thonjë nga blegtoria? Çfarë duhet bërë në këndvështrimin tonë? Në këndvështrimin tonë në radhë të parë duhet të fokusuar fort tek frenimi i rënies së tufave që ne kemi aktualisht. Duhet të punuar fort për të shtuar investimet tek kullotat natyrale. Mënyra se si tek ne po zhvillohet agroturizmi përmes bujtinave në zonat rurale do të kërkoj patjetër kontributin e këtyre tufave, të baxhove. Dhe këtu ne duhet të investojmë edhe tek tufat, edhe tek baxhot, edhe tek ujëmbledhsat në zonat rurale, edhe tek pastrimi i kullotave. Kjo është e para shumë e rëndësishme, në mënyrë që ne të stabilizojmë rënien e reduktimit të tufave, të mos reduktohen më tufat që kemi. E dyta, ne duhet bëjmë një program shumë konkret lidhur me kapacitetet kullosore që kemi. Duke bërë këtë program, ne mund të japim një informacion atyre që duan të investojnë dhe janë të apasionuar pas këtij biznesi, pas blegtorisë, që t'ju themi kullotat i keni në këtë vend, i keni të sigurta, një periudhë të kohës e keni në mal, një periudhë të kohës e keni në fush, por ne duhet të sigurojmë atyre tokën dhe kullotën. Nëse ne nuk sigurojmë tokën dhe kullotën këtyre bizneseve, ne nuk kemi për ta nxjerrë blegtorinë nga rënja. Ajo do vazhdoj të bjerë. Elementi i tretë ka të bëjë me tregjet agroblegtorale. Nëse ne nuk do të nxisim ndryshimin dhe bashkëpunimin e tufave në mënyrë të tillë që ato që janë për rimont të shkojnë për rimont, ato që janë për skartim të shkojnë për skartim, por kjo të bëhet në një mënyrë të rregulluar sipas ekonomisë tregut, sipas ligjeve të tregut. Nëse ne nuk mbajmë në dorë këtë shifër dhe këtë nyje kontrolli, ne nuk kemi për ta frenuar absolutisht. Pra janë shumë të rëndësishme tregjet agroblegtorale së bashku me thertoret, që janë element shumë i rëndësishëm tek blegtoria. Ushqimi i blegtorisë. Nëse ne nuk investojmë tek institucionet ose tek subjektet që prodhojnë ushqim blegtorie dhe ushqimi të prodhohet në Shqipëri, se ne kemi mundësi ta prodhojmë në Shqipëri, me ushqim të importuar, ne nuk mund ta frenojmë rënien e blegtorisë sepse kostoja është shumë e lartë. Kostoja e ushqimit është shumë e lartë. Element tjetër i rëndësishëm tek blegtoria ka të bëjë me rolin e zooteknikut. Ne kemi hequr zooteknikun nga sistemi, e kemi fshirë nga sistemi. Por zootekniku është numër 1 për ushqimin e blegtorisë. Është numër 1 për mënyrën e bashkëtimit. Është numër 1 për pjellorinë. Dhe këtë, duke përmendur gjithë këto prioritete që ka zootekniku, ne nuk kemi më zooteknik edhe në Universitetin Bujqësor. Numri i zooteknikëve është limituar për të mos thënë që është gati për të mbyllur. Ne duhet ta ritheksojmë, do ta rifreskojmë këtë dhe të japim fuqi të madhe zooteknikut. Është ai që do të mbajë dhe të realizojë një sër të mirë të detyrave që ka blegtoria. Është shumë e rëndësishme, janë shumë të rëndësishme projektet pilot. Ne duhet patjetër që të fusim disa projekte pilot pa hezituar, në mënyrë që atje ku nuk ka mundësi dhe ka shumë vështirësi, por ka kapacitete, ne të kemi mundësi të ndërtojmë modele të reja. Modele të reja që t'u tregojmë blegtorëve që shiko edhe këtu fitohet. Dhe këto modele nuk është që tek ne nuk ekzistojnë,
por nuk promovohen sa duhet dhe nuk mbështeten sa duhet. Ka dhe një mangësi tjetër që duhet rregulluar, që është strukturore, që blegtoria është në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, kullotat dhe pyet janë në Ministrinë të Mjedisit. Nuk funksionon kështu. Qiraja jepet nga pushteti vendor, e kullotave, administrimi nga Ministria e Mjedisit, blegtoria nga Ministria e Bujqësisë. Nuk funksionon. Ato duhen grupuar në një institucion në mënyrë të tillë që të kemi mundësinë të marrim maksimumin e mundshëm. Këto janë disa nga rrugët që ne mund ta frenojmë blegtorinë dhe mendojmë pastaj në fundit ne duhet punojmë që në periudhën e pikut ne të hapim edhe eksportin e produkteve blegtorale. Ne kemi mundësinë për këtë dhe në periudhën e pikut ne shfrym një pjesë të mirë të mallit që na mbetet edhe na shitet me çmim jo real. Nëse ne eksportojmë në këtë periudhë, flas kur shkëputen qenjat dhe kecat, flas kur ne kemi një produkt më shumë nga kapacitetet që konsumojmë, në këtë moment është mirë që të hapet edhe. Këto janë disa nga rrugët. Faleminderit zotëra. Faleminderit juve që na ftoni për këto probleme.